Rritja e çmimit të naftës ku ka kapur vlerën e 195 lekë për litër ka ndikuar direkt në bujqësi, duke qenë se kjo rritje përkoi me periudhën më delikate të bujqësisë, ku është sezoni i mbjelljeve. Fermerët thonë se e kanë të pamundur me këto çmime që ka aktualisht nafta. Fermerët e fshatit Binj në bashkinë Klos për momentin kanë bllokuar çdo proces të punimit të tokës për shkak se janë rritur të gjitha kostos si rezultati i rritjes së çmimeve. Ndryshe nga vitet e kaluara, kur çmimi i naftës ishte më i lirë dhe thuajse të gjithë banorët e këtij fshati e punonin tokën, këtë fillim pranverë është bllokuar i gjithë procesi. Vetë bujqit hezitojnë të punojnë tokën për shkak të çmimeve, ndërsa ata që kanë mjete agregate i mbajnë fikur e parkuar pranë banesave. Çmimi i naftës ngret shumë shpejt, edhe në kohë që i duhet bujqësisë, traktori, nafta, se pa naftë nuk punojnë ata. Nafta e shtanejt, një edhe dita e që i punor, një që ka vakë se s'ka njeri, për shumë se ka shkushtanit fort 2.000 lekë, qarë bo me 2.000 lekë? Nuk i del pazari ati me lujtë. Po, ngritje naftës është një vështirësi për fshatarin, shumë e vështirë, sepse janë ngritë dhe çmimet e tjera janë ngritë. Kështu që ka të vështirë ta punoj tokën. Po është shumë e lartë për fshatarin. Nuk mund ta përballoj, nuk mund ta punoj tokën. Po bujqësia aty do shkoj, drejt falimentimit, përderisa nuk punohen tokat, lihen gjerë. Jo vetëm nafta, po si të ngret nafta, fillojnë ngritjen edhe çmimet e tjera. Gradualisht, është e papërballueshme për bujqësinë. Ngritja e naftës na ka ngushtu shumë, arsye se bujqësia ka ngel mrapa me ngritjen e naftës. Me 2.000 lekë, 2.000 lekë një kilolitër naftë nuk punohet dot. Bashkë ngrit me periudhën e mbjelljeve, të jongjave, të misrit, vjen e korrje bajt, ngrit bashkë në periudhë që nuk ka ku të shkel më shumë më. 2.000 lekë një litër naftë. Kjo është jashtë normet. Me çka kuptojmë na dhe për shemb gjithë fshati e ndjek këtë mungesë. E ndjek bujqësia, ka ndjek më balë bujqësia. Po janë ngrenë për duhet tjera, u ngret plerat kimike, u ngret mielli, u ngret himet, këta mos këtu e kemi shpresën ke bujqësia, ke blegtoria, nuk kemi është e papërballueshme për fshatin. Traktorët i kanë mbyll komplet, s'punojnë njëri më, as fare të dile shife fshatin që se shef një me punu me traktora, me makina, asnjë gjë nuk punon kush fare. Komplet janë fik. Është çu në momentin kur është kulmi i punimeve për bujqësinë. Jashtëtorët janë gjithë fik. Toka nuk punohet se do lek. Lek me ble naftë populli nuk ka, kështu që çfarë do bëjmë? Plerat janë çu, nafta është sipas naftës çojnë gjitha çmimet, edhe kemi i kemi lënë toka djerë. Makinerit janë fik gjitha, çfarë do bëjmë? Vetëm kot imi. Nuk shef asnjë mjet bujqësor me punu. Kështu që ma mirë me marr thasët edhe me dal jashtë shtetit gjithë, si gjithë rinia. Banorët e fshatit Binj në bashkinë Klos apelojnë që shteti të ndërhyjë dhe të gjejë një zgjidhje për të gjithë ata që e duan naftën për punimin e tokës. Ata kërkojnë që shteti t'i mbështesë në këtë situatë të vështirë. Mirë shtetit ndikojnë, futet shteti, edhe ta ulin çmimin e naftës për këtë periudhë sa është keq. Duhet të ketë një tavon, duhet ndërhyjë qeveria. Ai është rregullatori kryesor i çmimeve. Shohim mos dushallah vetë partia që është në pushtet, kryeministri Edi Rama, ndërun animo pak me këtë. Do të ketë një çmim tavon si që ka Kosova, si që ka Maqedonia, si që ka gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Por ne qeveria di atë punë. I lutemi të na mojnë masat. Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar ndjeshëm në xhepin e konsumatorëve, teksa ka prej atyre që mbushin makinën vetëm me 500 lekë të rinj.